Me rastin e ditës botërore të librit, Biblioteka e Gostivarit organizoi sot një ditë të hapur për vizitorët, duke mirëpritur nxënës nga shkollat e qytetit. Fëmijët patën mundësi të njihen nga afër me ambientet e bibliotekës, fondin e librave dhe rëndësinë e leximit në përditshmëri. Drejtori i Qendrës për Kulturë Ismet Islami deklaroi se aktiviteti synon të nxjisë interesimin për librat dhe të afrojë sa më shumë të rinj drejt leximit. Ai theksoi se për të gjithë vizitorët u shpërndan edhe dhurata simbolike, si shenjë inkurajimi për të vazhduar me leximin. Sipas tij, biblioteka aktualisht numëron mbi 1600 anëtar dhe disponon me mbi 800.000 vëllime librash, ndërsa numri anëtarëve është në rritje të vazhdueshme. Kjo sipas drejtuesve dëshmon për një interes gjithnjë më të madh të qytetarëve ndaj librit dhe kulturës së leximit. Sot Qendra për Kulturë i hapi dyert për të gjithë vizitorët. Gjatë ditës kishim vizitor nga shkollat e ndryshme të qytetit dhe ishte një ditë e hapur për të gjithë. Gjatë këtij aktiviteti Qendra për Kulturë, në fakt e Biblioteka e qytetit, vendosi që të dhuroj libra nga vëllimet që i kemi për të gjithë nxënësit të cilët ishin dhe na vizituan. Mund të them se Biblioteka e qytetit gjatë viteve të fundit ka interesim të shtuar të lexuesve. Numri i përgjithshëm i antarësimeve është mbi 1600 të antarësuar dhe vëllimet e librave janë mbi 80.000. Besojmë që në vitet e ardhshme këto numra edhe të zmadhohen dhe synimi jon si Qendër për Kulturë dhe si Bibliotekë e qytetit është që ti motivojmë të rinjt që të jenë sa më pranë librit. Aktivitetet të tilla priton të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim promovimin e leximit dhe forcimin e rolit të bibliotekës, si një qendër e rëndësishme kulturore në qytet. Nga drejtuesi theksohet se këto organizime synojnë të rrisin interesimin për librin, veçanërisht tek të rinjtë, si dhe të afrojnë më shumë komunitetin me bibliotekën. Ata mbeten optimistë se numri anëtarëve do të vijojë të rritet.